Ky emision mundësohet nga Telkos, Ujmokne, Bruno dhe Oliva Shampo. Përshëndetje ju themi krejt juve miq të televizionit TV1 që çdo herë jeni para ekranit dhe po shoqëroheni bashkë me emisionin Kamp me kujtesën. Tashmë veç jeni mësu, jemi çdo të shtu në vende të ndryshme dhe të bukura të Kosovës, çdo herë në natyrë, edhe në vende malore. Sot kemi ardhur këtu në Tukbaqe, kemi shumë afër dinamikës edhe qendrës së Prishtinës, po me ik pak asaj zhurme dhe me bo një muhabet për çejfi me një mysafire që gjithë jo gëzoni shumë dashni edhe shumë respekt. Për të kemi shumë tema me fol, në fakt asnjëherë nuk bëhen monotone, çka do që veç flasim bashkë me Elvanën, për jetën, për rritjen, për plagët që besa edhe na rrisin ato, shumë tema me një energji tepër të mirë si të Elvanës. Faleminderit shumë dhe kënaqësi e madhe me të pas në kamp, në natyrë, uroj që nuk i kira pishmën që të kena puçtë. Asesi me shumë kënaqësi madje komart, faleminderit shumë, kënaqësi për mua. Për ndryshe kemi edhe do studenta kështu për rreth, garant me fjalë të veçantë. Elvana çushje, po du me ditë me disponimin, çushje me energji. Unë thash energjin pozitive, se di ndoshta viteve të fundit shumë shpesh e përmendim jo energjia, jo njerëzit, nuk e dia beson ose a funksionon vetë me energji, ato e reflekton tek audienca kudo që je të jetë pozitive edhe optimiste edhe shoqër që kemi Elvana. Mendoj që në jetën tonë du me pas shumë Elvana, secili prej neve, të paktën me na mbajt gjallë, po them kushtimisht me qëtë energjinë e mirë. A je një mend edhe një të përditshme kështu a veç dukesh? Jo, jam e njëjta si në ekran, si në përditshmëri. Bile ndoshta ma shumë energji kom jashta ekranit, se ekrani dhe takimet zyrtare, protokolli ka njerë na detyron me mbajt atë farloj qëndrimin, po për ndryshe funksionoj me energji, është shumë e vërtet. I kushtoj shumë rëndësi gjendjes emocionale, energjisë dhe njerëzve që më rrethojnë, ndoshta krejt ajo energji pozitive nis me ata që rrethohesh fillimisht, me cilët e nis ditën, e pastaj me ata që e vazhdon. Unë thash edhe prapa kamerave që zgjidh shumë njerëzit me cilët e kaloj ditën. Kështu që prandaj ndoshta e kam gjithmonë edhe prej natyrës, natyrisht edhe prej gjenetikës, prej familjes, po edhe prej atyre që më rrethojnë, zgjidh gjithmonë njerëzit që më japin energji të mirë edhe pozitivitet, e ndoshta kjo është arsyeja që gjithmonë më shihni të tillë. Bash, qenë ke me fat. Elvana, konsideron fat me pas njerëz të mirë afër vetës? Na jemi të rrethumshëm, lajme ose ku do dëgjojmë raste, edhe në shoqëri kudo që dalim, zhgënjime pa fond energji toksike që e përmendim, energji të keqe, vendi punës i zëmt. Elvana është e lumtur edhe në vendin e punës, po është e lumtur në shoqëri me njerëzit që i ka. Po, jashtëzakonisht shumë. Thash i zgjidh me shumë kujdes, sidomos këto vitet e fundit, kohën e fundit kur vetdia është më e madhe për gjendjen tonë emocionale, për energjinë, për ata që na rrethojnë, njerëzit i zgjidh me shumë kujdes, me cilët kaloj ditën në baza ditore, ndoshta jashta protokollit, jashta punëve, se në aspektin zyrtar nuk është që mundesh me i zgjidh shumë njerëzit, duhet punosh me ata që i ke afër vetës, i ke në zyre dhe të bjen me i taku, po kështu në përditshmëri, në rrethin e ngushtë të shoqërisë, i zgjidh me shumë kujdes ata që kanë të njëjtën energji me timën, që kanë pozitivitet, që nuk dinë me të gjyku, me të paragjyku për njeriun që je ose për veprimet që bën, edhe besoj që kjo ka rëndësi. Në momentin që rrethohemi me njerëz që na pranojnë ashtu siç jemi, me të mirat edhe me dobësitë tona, atëherë gjithmonë do të kemi sukses më të madh edhe në balancin e energjisë tonë, po edhe të jetës në përgjithësi. Sa fjalë bukura the. Përmendim mes rreshta pjesën e paragjykimeve kështu. A është paragjykuar Elvana ose a ke paragjykuar ndonjëherë edhe ti vet? Pa vetëdijshëm paragjykojmë, nuk më thonë që s'kom paragjykuar. Mirë që u tregove sinqert. Po, jo mundona maksimalisht mos me paragjyku, mos me gjyku njerëz, me kuptu ndoshta thelbin edhe të asaj që çka e ka detyru këtë person me ardhi deri në këtë pikë ose me pas sjellje të tilla, po nuk më thonë që nuk kemi rrshit ndonjëherë me paragjyku pa vetëdijshëm. Ndërkohë që a jam paragjykuar natyrisht, besoj kujtes nuk ka personalitet publik në Kosovë, as më pak të jesh femër e re në një
pozicion të tillë çfarë jam unë, që nuk paragjykohesh në forma të ndryshme ose në rrethana të ndryshme. Gjithmonë më të rëndat edhe më të vështirat janë ato kur paragjykohesh për jetën personale ose disa vështirësi që të karakterizojnë siç janë paragjykuar, përndryshe këto tjerat nuk është që i merr fort parasysh. Megjithatë, është e rëndësishme me ditë edhe me i kalu këto lloj paragjykimesh, me i bind pak edhe ata që të kanë paragjykuar që ti je ndryshe prej asaj, sepse mundona ndoshta dikur nuk i kam arsyetu, po sot i arsyetoj edhe ata që më kanë paragjykuar, sepse nuk më kanë njoft. Kështu që gjithmonë besoj paragjykojmë ata njerëz cilët nuk i njohim, nuk ka njohim historinë, po kur e dim pastaj në për çka ka kalu, për me arrit këtu ku është, ose cilat kanë qenë sfidat ose mundimet e saj për me arrit këtë sukses, besoj që secili e ndrojmë pastaj kajën e qasjes edhe e shohim ma ndryshe. Shumë vërtet, i jenem kështu fuqishëm me këtë tema, po du më nalë pak se ebi në janar, zakonisht na cilësojna dimër ftoft acar bor, po sot jena shumë e fat e dhonë edhe ti, po më duke që na bashku dy energjit mira, koha shumë e mirë, atë pëlqen dimri, Elvana, që shike raportet më pëlqen dimri deri diku, po ma shumë jam personi pranverës edhe i verës. E shijoj ma shumë, kohën me diell, është energji tjetër, ma e gjallë gjatë këtyre sinve. Dimri, sikur bijem të gjithë në një farloj depresionit pavetdijshëm, ashtu zëmt, gjithçka shkon krejt ngadalë. Edhe sot jena të xhiru jon kushte bashkëzakonshme, nuk është mas miri në botë, po prapë mos harrojmë që 2 ditë më herët ka qenë minus, një acar i vërtet, kështu që sot prapë është mirë, po ka insiston si një lloj pranvere të hershme edhe pse është thjesht janar, po besoj që secila stini ka ato bukuritë e veta dhe veçantitë e veta, kështu që duhet t'i shijojmë, janë natyrë e Zotit edhe na pëlqeu neve ose jo si dimri si vera, duhet ta shijojmë edhe ta tejkalojmë. Përndryshe faleminderit se harrova me përmend fillim që e ke respektu kodin e veshjes dhe po dukesh tepër bukur. Jam mundu, faleminderit shumë. Në natyrë, jemi natyrë, po ç'ke raportet, atë pëlqen me dalje që vendet malore. Për një me Kosova ka shumë vende të bukura. Ty të ka ra me shku gjithka në përbot, me gjasë edhe në vende ma periferike, ma malore në natyrë, po du me ditë atë pëlqen me dalë, me pi një kafe, dyqysh në natyrë, në Gërmi ose ku do në Kosovë. Po, më pëlqen shumë natyra. Deri vonë, kujtesa ka mendu që jam person i detit, i plazhës. Deri sa kom shku në një nga udhëtimet më të thjeshta apo më të veçanta me 2 prindtë e mi në Rrugov. E kemi kalu një vikend atje, kjo ka qenë mamati, ndoshta para 3-4 vitesh. Edhe aty e kom pas sa shumë po më pëlqej ka edhe kjo pjesa e maleve, dalja në natyrë, jetesa në një shtëpi malore, qoftë edhe për 2 ditë, edhe prej atij udhëtimi me 2 prindtë e mi kom fillu me e dashur shumë këtë pjesë. Edhe tash zakonisht jemi familje që bëjmë shumë kështu trips në natyrë, qoftë verës, qoftë dimrit, edhe kemi fillu krejt familja ashtu me i shiju maksimalisht secilët pjesë të vitit edhe të stinës, kështu që po e vrej veten që jam bërë edhe tipi natyrës, po më pëlqen edhe kjo lloj. Qysh mendoj që edhe reflekton, më duket që reflekton njëri me veten kur del natyrë qetësi, do zhurma çatë. Është e vërtetë, është një lloj meditimi, dasham ose jo, sikur kur je para detit në plazh, sikur kur je në ndonjë mal ose natyrë si kjo e sotit, detyrimisht me reflektu, dhe ndoshta mandej kur del prej këtuit kime undi pak ma mirë dhe kime pas një fokus ma të veçantë dhe ma të qartë për të ardhmen edhe për punët që ti don me i bashkë. Kështu camping a ke bune herë, a ke bujt në tendë në herë, edhe si fëmija jo? Duket që po nuk ka qenë këtu, ka qenë në Zvicër gjatë kohës sa kam qenë refugjate, në kohën e luftës, kur i bënim disa ekskurzione me shkollë. Atëherë kam qenë shumë e vogël, ndoshta 10-11 vjet. Në atë kohë kom qenë në Zvicër edhe aty po më kujtohet që kemi bujt në tenda edhe e di që ka qenë një përshtypje shumë e mire, pas na pas edhe një ekskurzion tjetër, punoja me organizata jo qeveritare ndërkombëtare, jo është pas luftës, pas kthimit në Kosovë, në Blinaj të Pejës. Dhe po këtu po më kujtohet që kemi bujt në tenda edhe ka qenë një prej eksperiencave më të mira, ishim bashkë me Kforin, me një kontingent të Kforit, edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, ma kujtove me provu edhe një herë. Shumë adrenalinë është kështu, që dimrit nuk e du heq, e kom provu dhe dimrit, shumë sfid, shumë ftoft. Ne kemi qenë në Vjeshtë nëse nuk ka bëj po në Vjeshtë. Edhe në Vjeshtë, ka qenë po me shi, po jo shumë ftoft. Dyqysh verës kështu po, verës e pranë verës apet ma lezet, edhe dimrit e ka të lezetin e vetë, po se di pak frikë më duket kështu. Ose të pak të nuk e kom pas përvojën e keqe dimrit. Po besoj kohën e fundit, çka e kom vrejt si fenomen, krejt jemi kthy ka ato gjanat e thjeshta, cilat i kemi bërë ma herët, ndoshta që jemi lodh pak prej luksit të tepruar të Instagramit, gjithçka e shohim në rrjetet sociale në
perfekcion, me një standard shumë të lartë, me një protokoll strikt, po e vrejta është që njerëzit e ndryshëm edhe ata me standardin shumë të lartë të jetës, po edhe ata më pak kanë fillu me i dashur ma shumë gjana të thjeshta. Natyrën, një ushqim të thjeshtë, tradicional, thjesht gjana që na kënaqin, gjana të vogla të cilat na kënaqin dhe po më vjen mirë që po kthehet fokusi dhe fenomeni ka këto gjana për punë që ishte një periudhë e kohës që patëm fillu me u kompleksu jashtëzakonisht shumë. Çkado që shenim në Instagram, mendonim që jeta është e tillë. Ndërkohë që duhet me pas parasysh që jeta në Instagram dhe në rrjetet sociale mund të jetë reale, po jo deri në atë mas. Sepse krejt ai luks, krejt ajo kënaqësi mund ta përjetojmë për 2-3 minuta ose për 1 orë, po pastaj të gjithë kemi një jetë të thjeshtë prapa asaj. Kështu që diçka lipim na më shumë sa se çto, që e pas kemi diçka një kafenet vogël, po më duket që aty më marr ka një. Dhe po më duket që kjo është skena më e mirë të gjitha studiove televizive deri tash. Barë, studio ma improvizume. E përmende, po, a bën luks Elvana, pra? Elvana bëj luks, po jo të tepruar, mesatar. Aq sa kam nevojë dhe e shoh të arsyeshme. Okej. Bëj një luks mesatar, sepse jam rrit në një familje që më kanë mësuar që secili cent është i rëndësishëm. Edhe duhet i vlefshëm, edhe duhet të ruhet edhe të shpenzohet aty ku ka nevojë. Dhe kjo është arsyeja që sado që e kam rrit standardin ndoshta me kalimin e viteve, me kalimin e jetës, prap jam ajo vajza kursimtare, mesatare, që sado që ke, duhet me pas parasysh me shpenzu aty ku duhet edhe sa duhet. Edhe vështirë me kursysat. Konsideroj që bëj luks aq sa kam nevojë, jo të tepruar, nuk i du gjana të tepruara, nuk i du luksin e tepruar për të tjerët. Çka do që bëj për vete. Unë me qenë fillimisht e kënaqur edhe nuk më intereson se si kanë me pa të tjerët ose hajt po e postoj një foto për publikun. Jo, e bëj sepse unë dua ta bëj. Unë ndjej, unë ndihem mirë edhe kaq, jo për të tjerët. S'kam jetuar asnjëherë për të tjerët edhe fatmirësisht edhe familjen e kam të tillë. Kështu që jam rrit edhe edukuar në këtë formë që mos me jetu për të tjerët edhe mos me ndjek shumë trendin. Nuk jam person shumë që e ndjek trendin. Nëse diçka është in me ble, sepse sot po shohim këti na me të vërsulën. Asaj përket trendeve, shumë rrallë, jo, nuk jam e trendit. Tash, çdo që bëj sepse unë dua ta bëj, unë ndjehem mirë, jo sepse është trend. Jo, nuk e bëj sepse është trend, sepse më pëlqen me qenë pak më ndryshe se sa trendi, se veç atëherë mendoj që je veçantë. Nëse krejt shkojmë ka trendi, atëherë krejt u bëm njëjtë, s'ka asnjë lloj veçantie, unë mundona pak me i kësaj. Elvana, çka ta prish disponimin? Çka të bën nervoz? Hajde sot je qenë ndoshta shumë energji të mirë pozitive, po çka mundet me dalë rrugës që një mend me thonë atin çka u acarova, ma prishi ditën ose ditën. Shumë pyetje e mirë. Realisht ne jetojmë në Kosovë në një vend ku gjithçka mundet me ta prish ditën edhe gjithçka mundet me ta ndreq. Një fjalë e vogël mu mundet me ma prish ditën nganjëherë, nëse jam në ato tripat që i themi ne jo fort mirë, po edhe një fjalë e vogël mundet me ma ndreq ditën po ashtu. Disi jam person që nuk mbaj shumë mëri, edhe mlefi dhe ajo mërzia momentale që mund ta kem kalon shumë shpejt, nganjëherë mjafton me malshu një këngë të mirë që aty edhe u kry, prap i rikthehet Elvanës disponimi, do me thonë nuk është që duhet shumë ashtu me punu me mu me ma kthy disponimin, po në të njëjtën kohë edhe nuk duhet edhe shumë për me ma prish. Do me thonë krejt varet, po tash në këto rrethana thash me vetdijen ma të lartë, duke u rrit ma shumë gjithmonë, duke kalu dita ditës, po zgjedhim njerëzit, po e menaxhojmë pak ma lehtë, kështu që dhe unë jam mësu me menaxhu situatat e ndryshme pak ma lehtë, edhe puna e ka bërë natyrisht atë të vetën, edhe nuk është që kemi edhe shumë kohë ashtu me u marrë me çështjen e disponimit, a jam sot disponim për të dhënë ty intervistë ose jo, sepse nganjëherë puna ta imponon edhe duhesh me lanë anash atë pjesë. Kështu që edhe unë po veproj në këtë formë. Bashkë përmende pjesën e Inatit, a je kështu tip i ksyshëm pasaj shumë, let, apo mos? Ekstrem shumë, bile do doja këtë gjë me ndryshu pak tek vetja, mos me qenë kaq e kthyshme. Të vjen që falë shumë, fali shumë, është e vërtet. Fali shumë, po kur e përfundoj një raport me dikë, nëse kam toleruar, sepse unë toleroj shumë. Duroj, do me thonë shumë, duroj. Jeni shumë atë rrezikshëm, këta tipa janë shumë atë rrezikshëm atë kuptimin, kur e përfundon një marrëdhënie, pastaj është vije kuqe. Po, unë jam e tillë. Kur e përfundoj shumë rrallë raporte, nuk e di nëse ndoshta 2 ose 3 raporte në jetë i kam përfunduar përfundimisht, ashtu përjetësisht, mirë po s'kan pas, kthem mrapa mo. Nuk s'mundet. Jo, sepse unë bëj
të pamundurën me rujt atë raport, mos me shku deri aty. Mirë, po kur e shoh që nuk ka rrugdalje tjetër, kur prek në çdo limit, në çdo vit kuqe, s'mundem me u kthy. Atë kam dhimbt, kështu atë ka dhimbt? Po, natyrisht, ndoshta edhe sot kur e kujtoj, sidomos njanin prej raporteve, ma të vlefshme ndoshta që i kom pas njët edhe është dasht detyrimisht me ndërprej, natyrisht që dhem, po sot nëse flas, them kom vepru shumë mirë. Sepse unë e kom bo maksimumin, e kom pa që nuk ecë matutja, i raport nuk duhet me tentu me urujt. Ma shumë edhe ma mirë është me ndërprej për fundit. Jeni kështu emocionale, Elvana, jeni e ndjeshme? Po, shumë. Si te, prekesh letë? Po, definitivisht po. Ndoshta shumë sfidat që i kam kalu një jetë mosh, shumë të re. Shumë kohën emocionale, më duket. Është një farë lufte me vetën nga njerë, me qenë ndjeshme shumë, me qenë shumë empatike, pastaj si një farë ngarkesë, më duket. Është ngarkesë emocionale, është e vërtet e bashkëndjen, unë e bashkëndjej me të gjithë rrethanat e të gjithëve, nga njerë më shumë se sa që duhet. Mirë po e kom kuptu vetën që jam tipi tillë dhe nuk dal kundër vetvetes. Edhe ndoshta këtu e ke më së leti pasaj, sepse kur e kupton që ti je e tillë dhe nuk ki nevojë me luftu me vetën, pse ti po e bashkëndjen dhimbjen e tjetrit, atëherë je në rregull me veten, je ma okay. Pse ndoshta jam kaq emocionale dhe kthyshme, është për shkak të sfidave të shumta që i kom te kalu në jetë, që publiku i din. Thuhet që gjithmonë ato sfida na bëjnë më të fortë, po mbesoni atë sa na bëjnë më të fortë, na bëjnë edhe më të ndjeshëm. Dhe kjo është arsyeja pse Elvana është kaq emocionale, kaq emotive, pikërisht për shkak të së kaluarës time, sepse gjithçka lidhet me të kaluarën tonë, gjithçka lidhet me pjesën e fëmirisë, sado që koha kalon, sado që ne mendojmë që i kemi harru disa gjëra, disa ndodhi, ato janë pasoja qoftë për të mirë, qoftë për të keq. Kështu që unë kam arrit me kuptu këtë aspekt edhe vetën, edhe prandaj jam okay edhe me këtë emocionin që kam brenda, edhe me këtë prekshmërinë, edhe me gjëra të tilla, mirë po kam arrit me punu me veten edhe me vendos limite, siç thash, që kur përfundon një raport që është stër ngarku, është stër harxhu, ti ke tentuar mas madhe me rujt edhe shet që nuk ka rrugë tjetër, është ma mirë me u largu. Ke me qenë edhe te edhe personi përballë kushdo qoftë ma mirë edhe ma rahat. A ki tentu në herë me qenë ma eftoft? Me thonë, adin me pas atë bisede me veten, po du me thonë, a fol shpesh me veten, ose çka ma shumë ja rikujton, ose i thuaj Elvana hapi syt, ose a ki tentu me qenë herë ma eftoft? Jo, me tentu me qenë ma eftoft jo, dhe nuk kam qef, sepse nuk du me humbë racionalen tek vetja, përballë tjetrit, pavarësisht situatave, thjesht më pëlqen për ndjeshmërinë që e kam të vetja karshi tjetrit, edhe s'kisha dasht kur me pas përballë njerëz të ftohtë që nuk dinë se çka është ndjenja, çka është me fal, çka është dashnia, çka është me të ardhë me çajt, me të gjyku edhe pse çan, edhe pse qesh, edhe pse don, edhe pse urren, këto për mua janë shumë absurde, ose me mdal përballë një person që thot unë s'kam ndjenja, unë jam i ftohtë, ti sillusi të duash, po për mua në rregull. Unë s'kam hiç dëshirë me pas punë me kësi njerëz. Definitivisht, sepse mendoj që gjëja më e bukur në jetë edhe ndjeshmëria më e bukur është kur ke emocion edhe ndjen edhe brengën e tjetrit, edhe dashninë e tjetrit, edhe hallin në për cilin është tu kalu. Nuk po m'pëlqen që kjo shoqënia jonë kohën e fundit është bërë shumë toksike, shumë e ftohtë, edhe po dëgjoj shpesh, po kam edhe në tavolinë njerëz që thonë unë jam i ftohtë, unë jam pa ndjenja, nuk më intereson se si sillet tjetri, vetja ime është në rend të parë. Okej, në rregull, na krejt duhet me pas veten në rend të parë, po jo mos me pas asnjë lloj empatie përballë tjetrit. Kjo për mua është absurde. Edhe ky fenomen që ka filluar me u shfaq shumë te gjeneratat e reja, ka filluar pak me më friksu se si do të jetë e ardhmja e shoqërisë. Elvana, a je hakmarrse? Jo, s'ka shans. E keqja me të keqen, e mira me të mira, edhe keqja me të mirë. Jo, edhe keqja me të mirë. Jo, nuk mundem. Jo, kam shumë raste që disa njerëz të caktuar që se kom prit që ndonjëherë kanë me më zhgënjy një jetë, më kanë zhgënjy, po kur s'ja kam këthy me të keq. Kur heq. Nuk ka shansa, nuk e ndjej. Nuk bëj gjana që nuk e ndjej, kujtes. A mendon që me sukses ndyshysh i myt, më duket, s'ke nevojë më hakmarr për heq? Jo, mendoj që tash kushtimisht se fjala mbyt është e madhe. Po, shumë e madhe. Kushtimisht mendoj që me mirësi ja kthen me përgjigjen e duhur. Kështu që unë gjithmonë e kam zgjedh këtë rrugë. Nëse vjen puna me ju hakmarr dikujt, unë e ndërprej komplet, siç thash, edhe nuk kam më kthim prapa. Ose mundet diçka me më kthy veç nëse personi ulet në tavolinë dhe kërkon falje, kështu që themi ne burrnesht, tamam.
me një pendes shumë të madhe. Përndryshe nëse vi deri në atë pikë nuk ka më kthej mrapa, apo nuk hakmirem. Asnjëherë nuk hakmirem, sepse i kujtoj edhe ditë e mira që i kom kalu me atë shoqë ose shok kushdo që është, kështu që i kujtoj veç ato ditë e mira që i kom pas prej tij ose prej saj, pak fokusohem te ajo pjesa e negativitetit edhe të i kaloj, po mu hakmarju. Nuk mendoj që hakmarja na bën njerëz të mëdhenj, përkundrezi. Okej. Elvana, po duhet të kthy pak në kohë, bajagin kohë, tek pjesa e fëmirisë. A je kon gjithë e tip në a ke fol gjithë oratore? Ke qenë gjithë oratore? A ke qenë tip shumë ndryshe? A ka ndryshuar shumë Elvana, po du me di? Jo. Kom qenë, duket sikur unë ëndrat që i kom pas prej fëmirisë që ato më kanë përcjell. Sa i përket oratorisë, kështu më thonë të gjithë, ndoshta për këtë pjesë dush me pyet mamin, ajo përgjigjet ma mirë. Po për aq sa unë mbaj veten në mend, kom qenë gjithmonë e tillë, gjithmonë kom pas dëshirë shkollimin, e kom dashur shumë. Bile një ditë të diskutu me nipin me Lisin, sa ishte në pushim, thash, les tash unë gjithmonë kom qajt kur kemi pas pushime dimrore, sidomos ose kur u shtyke fillimi i vitit shkollor, se gjithmonë kom dashur më shku në shkollë. Domethënë shkolla për mu ka qenë primare, mësimet, arritjet në karrierë, krejt të tjerat kanë qenë dytësore, përkundër faktit që paralel me situatën unë jam përballë edhe me vështirësi shëndetësore. Tash imagjinoje, sot fëmijët e sodit i kanë krejt kushtet e mundshme dhe pritojnë me shku në shkollë, unë kom qenë e kundërta. Gjithmonë kom pas dëshirë me qenë në shkollës, me qenë rrethuar me njerëz, me shoqni, tipi shoqërueshëm edhe gjithmonë kom qesh shumë. Domethënë kam mjaftu një situatë krejt e vogël, një budallaki krejt e vogël, Elvana me fillu me qesh dhe mos me ditë mund dal. Kështu që ajo më ka përcjell edhe në vazhdimin e rritjes pastaj. A ke shumë pjesë kështu të fëmirisë që i bardh diçysh edhe sot me veten, rrethohen atë mënyra që veç është rrit Elvana, apo du me ditë edhe raportin me prindërit, a kanë qenë shumë çu ke pas, shumë ka qenë shumë i fortë, po, prej fillimit edhe vazhdon të jetë i tillë. Unë kam qenë shumë e lidhur prej fëmijë, prej bebeve me ta. Me të dytë pa diskutim nuk i ndaj. Babin e përmendi gjithmonë që ka qenë një tip që më ka kuptuar ndoshta më ndryshe se këtë pjesa tjetër e familjes, po sa i përket prindërve me të dytë jam e lidhur, secili e ka atë kontributin e vet të veçantë në formimin tim, të karakterit, personalitetit, po këtu nuk hyn vetëm prindërit, janë edhe dy motrat që i kam edhe vllau, me cilin po ashtu jam shumë e lidhur, tash e dini ai më përcjell pothuajse gjatë gjithë kohës, edhe në punën time, edhe në gjithçka, kështu që lidhja me familjen të bën ajo që je sot. Mendoj që trungu kryesor i gjitha sukseseve të mia në këtë rast, po flas personalisht, është pikërisht mbështetja e madhe që e kam pas e prindërve edhe e familjes, po këtu e ka një rol shumë të veçantë edhe shoqëria. Unë i kam paralel, nuk i ndaj shoqërinë prej familjes, sepse edhe ata e kanë një rol shumë të veçantë tek Elvana dhe unë nuk funksionoj dot pa shoqëri, është absurde për mua. Kështu që sado që jam e zën, kudo që jam në fund të botës, ato shoqet që i kam me u dëgju me to në baza ditore, gjithmonë kemi me gjetë kohë me u dëgju dhe kështu kam funksionu prej fëmijë dhe sot edhe besoj që do të vazhdoj të funksionoj se njeriu vjen pastaj në një moshë nuk ndron më, domethënë është ajo që është formuar dhe ashtu vazhdon, kështu që do të apeloja që secili t'ia di vlerën shoqënisë sepse është shumë e rëndësishme, po aq sa është e rëndësishme dhe familja. Bash, mesazh shumë i fuqishëm edhe tepërmirë koncepti familje, po është gjithçka, realisht është gjithçka, edhe që tash më bote sinqert, jo secili ndoshta kemi pas fat, sepse dinsh plot herë mos më pas mbështetje fëmijët nga prindërit. Po, është e vërtetë, sidomos kemi plot raste që dëgjojmë, sidomos me sfida shëndetësore me të cilat unë jam përballë, është e vërtetë që jo të gjithë fëmijët kanë pasur mbështetjen që kanë pasur ose që e kam edhe sot në këto ditë. Kështu që prandaj unë gjithmonë kam apeluar që të mbështetet secili fëmijë, secili njerëz që mund të ketë çfarëdo lloj vështirësie shëndetësore. Ndoshta kur s'ke besu Elvana në veten, ke pas ata që kanë besuar ty. Po pikërisht ka qenë babi ai, siç e thash, edhe nana, po sidomos babi ka qenë shumë këmbgulës në rastin tim që sa herë që Elvana ka qenë për tokë ashtu dhe ka dashur me u dorëzu për gjithçka, babi ka qenë ai që është ardhur më ka kap edhe më ka thënë ti mundesh, ti duhet t'ia dalësh, babi është me ty, nana është me ty, motrat janë me ty, kështu që prandaj po them është jashtëzakonisht e rëndësishme. Pa mbështetjen e familjes është vështirë që mund t'ia dalësh. Dhe kushdo që thotë që gjanat i ka arrit vetë në jetë, okay, ne arrim disa gjana vetë, po është gabim, asgjë nuk mundesh me arrit vetë në jetë sot, pa pas të paktën një person afër vetes, një shok, një shoqe, një mik, një bashkëpunëtor, çka do.
sepse duhet, do me thënë bashkëpunimi mes dy e më shumë personave është jashtëzakonshëm, kështu që ne ndoshta kemi pas vizionin ton personal, unë kam pas vizionin tim personal, çka du me arrit në jetë. Ke qenë qartë në atë çka e qartë në atë çka dua, po pa mbështetjen e njerëzve përreth e ketë pamundur. Kështu që prandaj po them duhet ja dim vlerën edhe familjes, edhe shoqërisë se secilit bashkëpunëtor që është me ne. Ka pas momente Elvana ku ke thonë atë çka një mend u lodha që tash s'po mund më apo du me ditë edhe në aspektin e punës, po edhe në aspektin tënd të përditshëm. Unë çdo herë e ngrej kështu kur i kam personazhe të ftuar në kamp, kam dëshirë sepse publiku gjithmonë edhe në për komentet që i marr këta jetë lukse, këta gjithçka kanë pas jetën perfekt, gjithmonë me kushte të mira, gjithmonë të udhëtu, gjithmonë se di. Do të thonë nuk shohin asnjëherë që ju keni pas në moment dorëzimi, keni pas në moment lodhje. E gjithmonë e ngres si temë kam dëshirë edhe publiku me dëgju që pritse dhe Elvana valla ka pas momente sa dush e ka ra për toke. Po, kam pas momente të tilla, bile kur e lidhe me luksin që po ta tregoj një detaj, isha duke u kthy prej Tajlandes, prej një udhëtimi zyrtar, në fakt Holandës, jo prej Tajlandes, edhe kisha pas udhëtime të një pas njëshme çdo të tretën javë. Ka ndodhur dikun para 2-3 vitesh, ndoshta ose para pandemisë, diçka e tillë. Beso mos e jo, ka jom kthy prej Tajlandes që aty Holandës, po them gjithkohës Tajlandes. Ka jom kthy prej Holandës që aty kom kuptuar se sa shumë isha lodh prej udhëtimeve, nëse mund të quhen këto luks, po ishin udhëtime të punës, edhe pse dikush mund t'i sheh si luks, edhe që aty kom thonë, o zot, pas ka dhe momente të tilla që në aeroplan po vi ka puna me thonë diçka, jom lodh tani edhe s'po muj mo. Mezi pritsha me u kthy në shtëpi, në një jetë normale, në një jetë të qetë, pa vëmendje të publikut, pa vëmendje të kamerave, pa protokollin zyrtar që na përcjellte në konferencë, kështu që momente të tilla të dorëzimit kom pas, jo shpesh, mirë po zakonisht kanë ardhur kur kom pas paragjykime nga jashtë në fillimet e mia natyrisht, ose kur kam qenë keq me shëndet që unë jam detyruar me ka 7-8 muaj me qëndru në regjim shtrati për shkak të operimeve të rënda që i kom kalu. Kështu që nuk është gjithçka siç shihet në ekran, nuk është gjithçka siç shihet në kamera ose në raportime të ndryshme mediale, sepse secili personazh publik i çfarëdo lloj pozite, më besoni që ka kalu një jetë plot me sfida për të arrit deri aty ku është sot, ose edhe kur ka qenë në atë pozicion në kulmin e sukseseve ka pasur diçka brenda që ne nuk i kemi shfaqur, sepse jo të gjitha çështjet edhe gjanat edhe sfidat thuhen në publik, kështu që duhet na kursej publiku edhe neve, po nganjëherë edhe ne publikun, po edhe Elvana ka pas jashtëzakonisht momentet. Kritikat Elvana të forcojnë apo të lëndojnë? Krejt varet kujtes prej kujt e marr kritikën, edhe çka, po jo çka, sa është e rëndësishme kush ma thot. Zakonisht nuk pranoj kritika prej njerëzve që nuk janë relevant me kritikën që po e japin ose me punën që unë e bëj. A je drejt për drejt se po ndërprej, a thu kështu pritjes po du kritikë? Jo, nuk e, jo, mundona pak me qenë diplomate edhe në këtë pjesë, varësisht se kush. Po, varësisht se kush, po ka pas momente që edhe kam qenë direkte natyrisht, po shumë ka rëndësi kush ma thot. Nëse është një personalitet ose një personazh është relevant me atë që unë kam kalu, që e din krejt rrugtimin tim, ose që ka kalu në të njëjtat sfida që kam kalu, ajo është në rregull sepse ai ta thot prej përvojës së tij. Po nëse vjen dikush komplet prej kornerit atje edhe hajt t'ja gjuj një fjalë ose një kritik Elvanës veç pse po e kam qatë komoditet. E që dhe këta dina me bu shumë mirë. Po, atë nuk e marr fare parasysh. Po, natyrisht kritikat na bëjnë triteme, na bëjnë përmirësohemi, dhe nëse është kritik me vend, natyrisht që e pranoj, po prap jam as i tipi që mendoj se askush nuk e di më mirë se unë për veten time. Kështu që jam ajo që unë vendos marr mendime nga të tjerët, po verdiktin final e japon. Okej, i kam një 2 pyetje të fundit kështu, edhe po përfundojna këtë super bisedë të këndshme. Kaq shpejta. Po bre, shumë shpejt, me vazhdu dhe një kështu epizod 2. Po duhen dhe mendejt. Bash. A mendon që secili për neve kemi misione jetësore? Dyqysh, a do të me patjetër me pas diçka të caktuar, një mision të jetës? A ka Elvana mision? E qysh do me funksionu nëse s'ke mision të jetës? Nuk i kuptoj njerëzit që nuk kanë. Që veç vazhdojnë dita ditës, jetojnë, nuk din as vetë çka dojnë për jetës. Jo, s'ka shans. Unë nuk jam e tillë, aq më tepër jo në këtë dekadën e fundit, ku tash i kam mbush 11 vite në mandatin e ambasadores, edhe për këto 11 vjet kam pas jetë me protokoll strikt. Do me thënë detyrimisht ti... Sa e lëshme më Elvana, veç kur puson 11 vite, para një ndo. Detyrimisht ti mësohesh me jetu atë lloj jete, po për te i kësaj,
gjithmonë e kom pas një mision tjetës dhe e kom ditë çka du. E para e punës për mu ka qenë integrimi barabartë në shoqëri përkundër sfidave që i kom pas, dhe e dyta pastaj integrimi edhe mbështetja edhe atyre të tjerëve që mund të kenë nevojë për ndihmën time. Mos flasim tani kur kom marrë në pozitën e ambasadorës, që ka qenë misioni kryesor përfaqësimi ndërkombëtar i shtetit, krijimi i imazhit sa më të mirë, ndihmesa e kategorive të ndjeshme të shoqërisë. Krejt këto janë misione që ndërtohen dita ditës. Përndryshe Elvana nuk din me funksionu nëse nuk e ka një ditë të aranzhuar prej as deri në zh se çka ka me bo, edhe atëherë kur kam pushim saktë di se si ka me kalu ajo ditë e pushimit. Jam tipi tillë, ndoshta është deformitet profesional, ndoshta jo, nuk e di, po zakonisht më pëlqen me i pas gjanat mirë të aranzhuara edhe mos me e bë jetën paushall, mos me mdal situata prej kontrollës. Ndoshta fatmirësisht nuk kam pas ashtu vështirësi të mëdha dhe sfida ekstreme në jetë sa me dal situata prej kontrollës. Mund të ndodhë që edhe mund të na ndodhë në një të ardhmen të afërt, nuk po them, po zakonisht më pëlqen mi pas gjanat në kontroll dhe të aranzhuara mirë. Nëse Elvana e sotme i kish pas mundësi mi folë Elvanës 18 vjeçare, çka i kish thonë? Mos me u mërzit për gjanat që jo mërzit atëherë, se kanë qenë të kota. Elvana 18 vjeçare është mërzit nëse e ka marrë një 4 në filozofi, nëse matematika si ka shku mirë, nëse s'ka qenë luku i bukur në mbrëmjen e maturës, që unë sot isha totalisht të kota, edhe Elvanës 18 vjeçare, po edhe krejt Elvanave tjera që janë sot 18 vjetë dhe ju vetëm, ju them mos u shqetësoni për gjëra të kota, sepse ka gjëra më të rëndësishme në jetë për cilat keni me u shqetësu. Kështu që nëse do të mund të kthehesha në të kaluarën time, nuk do të shqetësohesha për këto gjanat e vogla për cilat jam shqetësu atëherë, sepse kom pa që jeta pas ka tjera sfida, pas ka rëndësi tjetër, goditje pa parashikueshme, edhe duhet jemi gati për gjithçka. Megjithatë, është e mirë që mos ta humbim fokusin në asnjë moment. Elvana, po du me të falenderoj prej zemrës, si i the po ftesës, ka kënaqësi e madhe, por ai që nuk i mirë të shumë. Jo, se kom di. Po që edhe dielli pak ka dalë edhe pse në perëndim jemi. Po du me të falenderoj tepër shumë, ka kënaqësi e madhe, shkon edhe minutat përndryshe fluturon po m'doket, por kur është muhabet i mirë, me njerëz të mirë, gjithmonë duket koha kështu. Kujdes, faleminderit shumë, unë po ata kënaqësinë e veçantë, thash është një mision krejt ndryshe dhe një muhabet krejt tjetër prej intervistave që unë zakonisht jam mësuar me i dhanë nëpër media. U kënaqa jashtëzakonisht shumë, ty uroj shumë suksese edhe vazhdo me bëni një punë të mrekullueshme siç e ke bërë deri sot. Faleminderit shumë, e vlerësoj pafund këto fjalë. Faleminderit edhe publikut që ka qëndruar bashkë me neve deri në këto momente, padyshim ne shihemi pra bashkë të shtunën tjetër në vende ndryshme të bukura të Kosovës. Ju mos u ndani prej ekranit të TV-n. Mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga Telkos, Ujmokne, Bruno dhe Oliva Shampo.